Xhamia Hyssein Shah është një ndër objektet më të vjetra fetare dhe historike në komunën e Sarajit. Ajo është ndërtuar në shekullin e 16 dhe gjatë afro 5 shekujve ekzistencë ka kaluar në për periudha të ndryshme historike, duke pësuar edhe dëmtime nga tërmetet dhe luftërat, theksoi imami i xhamisë Orhan Saliu. Megjithatë, skeleti dhe struktura kryesore e saj kanë arritur të ruhen deri më sot. Kjo xhami sot konsiderohet një nga simbolet më të rëndësishme të komunës së Sarajit, jo vetëm për vlerën e saj fetare, por edhe për rëndësinë historike dhe kulturore që mbart për banorët e kësaj zone. Një nga karakteristikat më të veçanta të saj është fakti se në oborin e xhamisë ndodhet edhe vari i themeluesit të saj, Hyssein Shahut, gjë që e bën këtë vend edhe më domethënës për besimtarët dhe vizitorët, theksoi imami i xhamisë Orhan Saliu. Xhamia Hyssein Shah, e cila gjendet në Saraj, në hyrje të Sarajit, është një ndër objektet më të vjetra në rajonin e Sarajit, po edhe të Shkupit, dhe për fat të mirë originaliteti i saj është ruajtur për afërsisht 500 viteve. Xhamia Hyssein Shah, nga emri i saj, është themeluar në shekullin 16, pikërisht në vitin 1553-54, nga themeluesi i saj që bartë edhe emrin e xhamisë, Hyssein Shahu, i cili ka qenë një herët edhe dhëndri i Sultan Sulejmanit të Madh. Xhamia Hyssein Shah është simboli i rajonit të Dervenit apo komunës së Sarajit dhe është një ndër objektet më frekventuese nga njerëzit të cilët i kryejnë obligimet fetare, po kemi mjaft edhe vizitorë që vijnë nga jashtë, në veçanti nga Republika e Turqisë. Xhamia Hyssein Shah gjatë historisë ka pas gjithmonë disa dëmtime, ndërhyrje, restaurime, pasi që gjatë historisë afër 500 vjeç ka pësuar ndonjëherë dëmtime nga tërmetet të ndryshme, nga lufta të ndryshme, po edhe historia tregon se edhe gjatë periudhave të ndryshme, në veçanti përmendet në kohën e Pikulominit, kur e ka djeg Shkupin, ka pas djegje dhe dëmtime dhe Xhamia Hyssein Shah. Ajo që është e mirë, për fat mirë, që skeleti i saj gjithmonë është ruajtur, originaliteti i saj. Nëse ka pas dëmtime, është dëmtu minarja, kubet, dritarët janë shkatru, mirë po muri i saj, skeleti i saj gjithmonë është ruajtur dhe për fat të mirë, sot e kësaj dite, Xhamia Hyssein Shah afërsisht 500 vite ekziston dhe sot është simboli apo zemra e Sarajit. Do të dohet përmendi pak edhe restaurimet apo rindërtimet që janë bë gjatë historisë të xhamisë Hyssein Shah. Fillimisht, pas dëmtimeve periodike, si që përmendet djegja e Shkupit, pastaj lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore dhe tërmeti i fundit i 63-s në Shkup, kur ka pas dëmtime, fatmirësisht banorët e Sarajit, popullata, qofshin në kohën e periudhës osmane apo edhe të më vonshme, gjithmonë e kanë rindërtu, e kanë riparu dhe e kanë vëndu në shërbim të popullatës. Restaurimet e fundit janë bë, do të përmendi vetëm dy të fundit, pas tërmetit të 63-s, Ministria e Kulturës e ka rindërtu xhamin dhe është venduar në funksion pas luftës së dytë botërore dhe prej asaj kohe banorët, besimtarët musliman e kanë shfrytzuar xhamin për të kryer obligimet e tyre fetare. Ndërsa restaurimi i fundit dhe kryesor është bë jo shumë larg, në vitin
2016-2017 dhe fillimi vitit 2018 veç përsëri u hap dhe restaurimi është bërë nga Republika e Turqisë, pikërisht nga organizata TIKA. Dhe siç duket edhe xhamia, edhe kubet, edhe minarja, edhe obori, edhe shadrvani, edhe pjesët këtu të Abdeshanës ku janë, edhe parku, edhe plakat, gjitha janë bë komplet të restaurume dhe janë renovu dhe prej 2018 se këndej e ka këtë pamje pra xhamia Husein Shah. Ai që është me rëndësi që është një ndër xhamiet më së shumti që ka vizitor, ka xhamati themini që i kryen obligimet 5 herë në ditë dhe gjithmonë është e mbushur me xhamat. Përveç xhamis, anën e djathtë të xhamis është edhe ne i themi tyrbe apo është mauzoleu, varri i themeluesit të xhamis që quhet Husein Shah, i cili për fat të keq kur ka filluar ta ndërton xhamin nuk e ka arritur që ta lëshon në përdorim, pasi që pak para lëshimit në përdorim ai veç ka ndruar jetë dhe varrin e ka pikërisht anën e djathtë të minares të xhamis, ku edhe sot e kësaj dite është varri i Husein Shah. Minarja e xhamis është e nalt 22.5 metre, ndërsa shkallët e saj janë 80 shkallë për të ngjitur deri në minare, që ka shërbyer në atë kohë kur nuk ka pas mikrofona ato parlanta dhe imamët në atë kohë e ka thirrë ezani pra në minara apo në sherifet e minares. Shifni atje ka ana e djathtë, po edhe këtu përreth kemi edhe disa varreza në oborin e xhamis që tregon edhe historinë dhe monumente historike, se këtu janë varrosur edhe njerëz banor që në periudhën osmane. Ka varreza të vjetra që datojnë 300-400 vite edhe më tepër, po atje në anën e djathtë ndër minaren kemi edhe varreza të reja, disa varreza të reja ku është varrosur aty ish kryetari i Bashkisë Islame të Republikës së Maqedonisë, i cili ka ndruar jetë në vitin 1980, Bedri Efendi Hamidi, i cili ka qenë shoku i ngushtë me ish imamin e kësaj xhamie Hafez Rufat Efendi Saliun, që ka shërbyer diku afër 55 vite imam pas luftës së dytë botërore deri vitin 2009. Pasi që e kalon amanet kryetari i Bashkisë Islame që të varroset në oborin e xhamisë Husein Shah, pastaj edhe ish muftiu i kryetarit të atësaj kohe kalon amanet që edhe unë dëshiroj që të varrosem afër Bedri Efendiut, Hafez Shaib Efendiu, dhe pastaj pasi që ndrohet imami i kësaj xhamie Hafez Rufat, ne banorët e Sarajit, xhamati i Sarajit vendosëm që ata të tre shokë që kanë qenë që mos t'i dajmë dhe atë e varrosëm afër kryetarit dhe muftiut të Shkupit të asaj kohe. Në momentin xhamia përbëhet nga abdeshanet, nevojtore për burra, nevojtore për gra, atje mbrapa është edhe mektebi, i cili nuk ka ekzistuar në atë kohë, ka pas, thuhet që historikisht ka pas medrese gjatë periudhës osmane, por nuk dihet saktësisht se në cilën vend ka qenë medresa, ndërsa ne pas luftës dytë botërore këndej ka qenë edhe mektebi i hapur, ndërsa mektebi më ri është atje mbrapa xhamisë, domethënë që ka edhe mjaft nxënës që mësojnë besimet fetare të banorëve të Sarajit. Dallimi evident është se është një ndër xhamiat historike dhe është simbol. Edhe është në hyrje të Sarajit. Është ballë të Sarajit. Gjithë vizitorët, udhëtarët kur hyrë në Saraj, mas pari që ju del faktikisht xhamia Husein Shah dhe zbukurimi i saj, domethënë arkitektura e saj e bën të veçantë sepse është i vetmi objekt i mbrojtur në komunën e Sarajit prej periudhës osmane, dhe dallim tjetër është se kjo xhami vizitohet nga shumë banor të Sarajit, po edhe të rrethinës së Sarajit. Ne zakonisht kemi xhamat
përveç që falin banorët të Sarajit, vinë edhe xhamatli ose në udhëtar nga vende tjera ose në të fshatrave përreth, ose shpesh ndodh edhe administrator, punëtor, arsimtar, profesor vinë i kryejnë obligimet e tyre fetare, e në veçanti vizitorët që kalojnë këndej pa u ndalë në xhami për ta vizituar, pasi që edhe është tërheqëse dhe është një ndër xhamiat, të bukura në komunën e Sarajit, që për fat mirë e kemi të ruajtur deri ditën e sodit, dhe është një ndër xhamiat më shumë që ka xhamat në rajonin e Sarajit dhe Dervenit. Për 5 kohë namazit xhamia fatmirësisht është e mbushur plot, bile gjatë periudhave sikur që është namazi xumaz, bajramet, teravijat, edhe ubori mbushet plot me xhamat. Imami i xhamisë Orhan Saliu thekson se agjerimi nuk është vetëm një obligim fetar, por edhe një praktik që ndikon pozitivisht në shëndetin fizik dhe shpirtëror të njeriut. Sipas tij, gjatë muajit të Ramazanit, përmes agjerimit, besimtarët mësojnë të kontrollojnë dëshirat e tyre dhe të forcojnë disiplinën personale. Kjo periudhë ndihmon trupin të pushojnë nga ushqimi i vazhdueshëm, duke i dhënë mundësi organizmit të rigjenerohet dhe të pastrohet. Ai thekson se agjerimi ndikon edhe në përmirësimin e shëndetit mendor, pasi që besimtarët gjatë këtij muaji përkushtohen më shumë ndaj lutjeve dhe reflektimit shpirtëror. Krahas dobive shpirtërore që i ka vetë agjerimi, kemi edhe jashtëzakonisht dobi të mëdha shëndetësore apo trupo-fizike, që ndoshta edhe njerëzit nuk kanë edhe shumë informata se sa dobi të mëdha ka shëndeti i njeriut gjatë agjerimit. Do të mundohem ta argumentojmë edhe me ajetet e Kuranit, të Kurani Kerimit, hadithet e pejgamberit a.s. dhe zbulimet e shkencëtarëve, doktorëve, mjekëve të botës që e kanë vërtetuar se vërtet agjerimi ndikon shumë pozitivisht në shëndetin e njeriut. Fillimisht thot Allah në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, sadaqallahu al-azim. Që do të thot hani, pini, por mos e teproni, se vërtet Allahu nuk i do ata të cilët e teprojnë me haje dhe pije. Kjo na tregon se çdo tepricë e hajeve dhe pijeve mund të shkakton dame në trupin e njeriut, në organizmin e njeriut. Pejgamberi jon Muhamedi a.s. ka thonë kështu: sumu tasihu, agjeroni që të jeni në të shëndosh. Ta merr mendja se fjalët e Zotit Gjeleshana dhe fjalët e profetit ton Muhamedit a.s. mund të jenë gabim asesi. Po, këtë e vërtetojnë edhe gjithë zbulimet shkencore, mjekëve që vërtet kanë has gjatë hulumtimeve të tyre se agjerimi ndikon shumë pozitivisht në shëndetin e njeriut. Do të shkojmë me radhë prej dobive të agjerimit, cilat janë. E para, njeriu kur abstenon një periudhë, sikur që kemi ne agjerimin tash për Ramazan, prej sefyri deri në iftar, nuk han dhe nuk pin asgjë, i eliminon, bën detoksifikimin e gjithë elementeve, parazitave, bakterieve, helmuese, shkatruese që gjenden në çdo trup të njeriut, sepse kanë mungesë të ushqimit dhe langjeve dhe pijeve. Ato kanë nevojë gjithmonë për ushqim të shumt që të ekzistojnë ato lloj bakterie, qeliza të dëmshme, parazita që e dëmtojnë njeriu. Gjatë abstenimit, kur ne nuk ham dhe nuk pim asgjë, ata dobësohen, ngordhin dhe zhduken. Kjo është e vërtetuar edhe shkencëtarisht. Pastaj një prej shkencëtarëve të viteve të fundit që ka zbulu jashtëzakonisht gjëra gjatë agjerimit që shumë janë të vërteta se kanë dobi nga agjerimi, është doktor Osuni nga Japonia, shkencëtar, një herë edhe fitues i çmimit Nobel 2016 për hulumtime shkencore. Ai thotë kështu:
vetëm në 3 ditët e para, gjatë agjerimit, rruzat e bardha të gjakut ripërtrihen dhe forcohen dhe forcojnë imunitetin e organizmit të njeriut. Dhe në këtë mënyrë trupi i njeriut forcohet edhe më tepër, sepse ato bakterie të ndryshme, ato qelizat të dëmshme, ato parazitat të dëmshme që gjinin në trupin e njeriut, ato veç më vdesin, ngordhin dhe dobësohen. Ndërsa nga ana tjetër, brenda organizmi njeriu që është i përbërë nga shumë elemente, ato ripërtrihen. Sikur që thot një prej shkencëtarëve, thot operacioni i vetëm që nuk ka nevojë të përdoret asnjë mjet është agjerimi. Çdo operacion ka nevojë për mjete, elemente për operim. Ndërsa i vetmi operacion që s'ka nevojë të përdoret asnjë lloj mjeti apo elementi është pikërisht agjerimi, sepse vet agjerimi bën ripërtrirjen, pastrimin e organizmit të njeriut. Këtë e vërtetojnë edhe fjalët e Muhamedit alayhis salatu wassalam, ku thot trupi i njeriut apo stomaku i njeriut është i përbërë nga 3 pjesë. Një pjesë për ushqim, një pjesë për pije dhe lëngje, dhe pjesa e tretë duhet me qenë e lirë për frymarrje për ajër. E nëse ne e teprojmë me ushqim dhe ham tepër dhe pim tepër, e dëmtojmë organizmin ton, e rëndojmë shëndetin ton dhe e mbushim stomakun ton faktikisht. Edhe atë pjesë që është për ajër ne e ngulfasim dhe kemi pastaj probleme në frymarrje dhe dobësohemi në aspektin shëndetësor. Doktor Benedikt, sa i përket zemrës, për dobit e agjerimit në aspektin të zemra, element kryesor pra i trupit të njeriut, që pate nuk ka edhe jetë. Doktor Benedikt thot, zemra gjatë Ramazanit rreh 14.000 herë më pak se sa jashtë Ramazanit. Pse? Sepse është e pushuar nga të tepruarit e hajeve dhe pijeve. Kur prej syfiri deri në iftar ne nuk ham asgjë, nuk pim asgjë, zemra qetësohet, pushon se nuk e kemi ngarkuar me ushqime dhe me pije. Dhe një zemër që rreh më ngadalë, populli thot i rre zemra si sahat. Domethënë, zemra kur rre më ngadalë, ajo zemër është gjithmonë më e shëndosh. E keni pa nëse pak vrapojmë, ne edhe e kemi lodh trupin, e kemi lodh zemrën, frymarrjen e kemi shumë të shpesh. Ama kur pushon, sikur që pushojmë ne nga hajet dhe pijet gjatë Ramazanit, ajo zemër stabilizohet dhe është më e shëndetshme. Në aspektin e dobive të agjerimit është edhe bubrekët, mëlçia, tensioni i gjakut, sheqeri, ulja e sheqerit. Gjitha këto shkencëtarët kanë zbuluar që ndikojnë pozitivisht gjatë Ramazanit. Stabilizon çdo pjesë dhe çdo organ të trupit të njeriut agjerimi. Prandaj nga agjerimi ne kemi shumë dobi të mëdha. Këto edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në ka porosit para 1400 viteve se vërtet çdo send ka nga një pastrim. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, çdo send ka pastrimin e vet, ndërsa pastrimi i trupit të njeriut është agjerimi. Pra, pastrimi i trupit të njeriut është agjerimi. Pra, krahas sevapeve të mëdha në aspektin shpirtëror, agjerimi na sjell edhe shumë dobi shëndetësore. Gjithashtu, nga dobit e agjerimit që i kemi, është edhe qarkullimi i gjakut bëhet shumë më i lehtë, sepse nuk ngarkojmë ne me ushqim dhe haje dhe pije të tepërta, e pushojmë organizmin. Vetëm do t'ja sjellë një shembull historikisht gjatë leximit, kur Mahatma Gandhi ish lider në Indi, ka mbajt gref urije duke mos u dakorduar me
shtetin e Anglisë, pasi që ata veç kishin sunduar në Indi, dhe ai protestën që e bante hyri në gref urie. Për 21 ditë ka mbajt gref urie. Dhe kur mjekët pas 21 ditëve kanë marrë dhe kanë kontrolluar shëndetin e tij, kanë hasë se shëndeti i Mahatma Gandhis shumë është forcu më shumë se sa faktikisht që kanë menduar ata që do të dobësohet. Ai vetëm se shumë pak ka përdorur ushqim dhe pije, vetëm se të mbajë gjallë trupin, ndërsa është bërë një ripërtrirje e organizmit të tij dhe janë habit mjekët se nga abstenimi, nga dieta, trupi i njeriu pra është më i fortë. Pra ilaçi i organizmit të njeriut është dieta, sikur që edhe njihet në botë, prandaj edhe ne kur kemi ndoshta kilogram të tepërt apo kur dorim të dobësohemi, mbajmë dietë. Ndërsa dieta më e mirë për ne besimtarët është vetë agjerimi që ndikon pozitivisht në trupin dhe organizmin e njeriut. Sa ndikon këtë e mirë agjerimi i Ramazanit në aspektin psikologjik të mendor? Sa ndikon këtë e mirë? Është shumë e vërtetë se gjatë hulumtive apo leximeve që i kam bë, agjerimi ndikon jashtëzakonisht në aspektin psikologjik dhe koncentrimin e trurit të njeriut. Disa prej shkencëtarëve, dietarëve, është e njohur thënia e Winston Churchillit, kur ai kishte ndonjë vendim të merr 2-3 ditë rrinte në dietë, nuk hante dhe nuk pinte, po shumë pak ujë ka përdor për të koncentruar në punët, në angazhimet e tij se si çfarë vendimi të merr gjatë punës që e ka pasi udhëheqës apo lideri i shtetit të Anglisë. Dhe koncentrimi ka qenë jashtëzakonisht më i fortë dhe më i mirë. Domethënë, agjerimi është edhe ilaçi më i mirë në aspektin psikologjik, domethënë e qetëson organizmin e njeriu, mendjen e njeriu, trurin e njeriu dhe e bën më të fortë dhe të jetë më i koncentruar në punët dhe në jetën e tij. Në rastin që fillimisht që gjithë agjeruesve në troje tona, po edhe më gjerë, të bëjnë për hajër muajin e bekuar të Ramazanit, dhe mesazhi im do të ishte ta shfrytëzojmë këtë muaj të bereqetit, të mirësive, të shëndetit, sa më tepër, sepse nuk e kemi për çdo ditë. Një herë në vjet vjen. Pasi që vjen ky mysafir i madh vetëm një herë në vjet dhe kemi për një periudhë kohore 29 apo 30 ditë, ta shfrytëzojmë maksimalisht në rend të parë, duke i kryer obligimet ndaj Zotit, me adhurime, me ibadete, po edhe duke e forcuar edhe shëndetin ton më të mirë të kemi në të ardhmen. Agjerimi nuk është vetëm një praktik fetare, por edhe një mundësi për të përmirësuar mirëqenjen e përgjithshme të njeriut. Ai ndikon pozitivisht si në shëndetin fizik, duke i dhënë trupit kohë për të pastruar dhe rigjeneruar, ashtu edhe në atë psikologjik, duke forcuar vetë kontrollin, qetësinë dhe ekuilibrin shpirtëror. Meqense na ndajnë edhe pak ditë nga përfundimi i muajit të Ramazanit, këto ditë të mbetura janë një mundësi e çmuar për të reflektuar, për të përforcuar vlerat e durimit dhe solidaritetit, si dhe për të përfituar sa më shumë nga mirësitë që sjell ky muaj i bekuar.